Do të shkojmë në Maqedoninë e Veriut për të folur për një problem për gjuhën shqipe që ka dalë së fundmi, ku juristët shqiptar nuk janë lejuar që të japin provimin pra në gjuhën e tyre, në gjuhën shqipe. Për të folur më shumë për këtë çështje kemi të ftuar profesorin Bashkim Selmani. Profesor, përshëndetje dhe faleminderit shumë. Përësia është jona dhe interesi juaj gjithmonë ka qenë pozitiv dhe edhe kësaj radhe kemi të bëjmë një çështje problematike e cila është metastazë e nacionalizmit institucional maqedonas, për arsye se çdo që të jetë dhe ashtu e kufizuar gjuha shqipe në aspektin kushtetues dhe ligjor duhet të zbatohet aq sa është e lejuar. Fatkeqësia e radhës kjo, profesor, se po ju ndërpres, sepse viti i ri nisi me problemet e vjetra të gjuhës, në këtë rast sërish bëhet problem gjuha. Si nisi, si ka qenë më përpara dhe si është tani? Çdo gjë që është shqiptare dhe që u takon shqiptare në aspektin ligjor dhe kushtetues, nacionalizmi maqedonas, i vëmëros dhe ai institucional kanë të mbjellur që çdo gjë që është shqiptare duhet kufizuar, duhet azgjësuar dhe duhet menjanuar. Dhe këto janë disa nga indikacionet. Ne fillimisht mund të themi për çështjen e balancerit që ishte një nga çështjet më madhore, edhe ajo nuk arsyetuar në aspektin politik dhe juridik, për arsye se ata e ndërprehen dhe si pasojë e saj janë pusuar mbi dimi i Maqedonas dhe 19 shqiptar. Dhe nga ana tjetër, nëse ka keqpërdorim apo shkelje, duhet të abrëguar ligjin e jo shqiptarët. Edhe këtu, pra në këtë rast, kemi të njëjtin mentalitet metastazik, për arsye se drejta gjuhësore përket të gjithë studiuesve, pra nuk është vetëm kjo çështja që ka të bëjë vetë së drejti me provimin e jurisprudencës, për arsye se shkollimi në gjuhën shqipe, nga shkollimi i lartë, nga shkollimi fillor deri në shkollimin e lartë, është e lejuar dhe garantuar asa ne dhemi taksapagues. Mirë po, mos lejimi i juristëve shqiptar që të japin provimin e gjithësorit në gjuhën shqipe përbën shkelje të drejt për drejt të kushtetutës, akteve ligjore, standardeve europiane dhe konvendës së Kopenhagës, e cila cënon parimin e barazisë reale në sistemin e drejtësisë. Pra, shkelje kushtetuese dhe ligjore. Gjuha shqipe është gjuhë zyrtare dhe sipas kushtetutës dhe ligjit e njëjta duhet të praktikohet. Pse është çështje problematike? Sepse oratoria dhe drejtësia mësohet në fakultetet e drejtësisë dhe terminologjia është juridike dhe në gjuhën shqipe dhe kjo është e garantuar. Mi po kur vin të japin provimin e jurisprudencës, njëherë nuk ka dhe pedagog shqiptar ose ka vetëm 5 në 1 përbërje, që është diametralisht në kundërshtim me përbërjen e komisioneve, dhe nga ana tjetër jo vetëm që nuk lejohet përkthimi simultan, për arsye se e detyrueshme është nëse nuk lejohet të shprehet, paktën të ketë përkthim simultan që det për së drejti të shprehet në atë që ka studiuar studenti në aspektin shkencor. Pra, këtu kemi disa shkelje që mund t'i themi e para është baza etnike, e dita baza gjuhësore, cënimi i parimit të barazisë para ligjit, pengesë institucionale përqasje të barabartë në profesion. Pra, tash nuk kemi ne diskriminim vetëm në aspektin kombëtar, por kemi dhe shkelje individuale dhe universitare, se faktikisht atëherë cili do ishte roli i fakultetit drejtësisë të nxjerrë kuadrët. Nuk është vetëm kjo pjesë e parë, pjesë e dytë, po ashtu provimin e notariatit ose certifikuesve të kontratave nuk lejohet në gjuhën shqipe. Provimet e përmbaruesve. Do të shihni të gjitha kandidatët që futen, për shembull nëse futen. Profesor, po shikoj një përjashtim nga sistemi i drejtësisë të gjuhës shqipe të shqiptarëve i bie, sepse nëse lejohet te jurisprudenca, as tek notaria, pastaj edhe tek përmbaruesi që po shtjelloni më tej. Po të gjitha dhënjet e provimeve shtetërore njihet ndryshe, edhe në aspektin e mjekësisë, licencave ekonomike, aspekteve juridike, të gjitha këto janë në gjuhën maqedone. Por këtu, përsa i përket çështjeve juridike, kemi të bëjmë se kjo diametralisht kundërshton edhe vënien në funksion të së drejtës dhe drejtësisë, për arsye se ne kemi dhe akademinë për ushtarake, kemi akademinë për prokuror, kemi akademinë për gjyqësor ose gjykatës,
Në asnjërin nga këto nuk e kemi gjuhën shqip. Mirë po, kjo qasje pasandaj ndërlidh dhe pasojat tjera. Atëherë, kur kemi Akademinë e Prokurorëve, futen 1000 Maqedonas, 1 apo 2 shqiptar. Po ashtu për emërimin e gjyqtarëve. Dhe kjo përbën një sferë me të cilën në mënyrë të heshtur dhe në mënyrë perfide, gjyqësia në Maqedoni e ka nënshkaluar shqiptarët. Për shembull, nëse kemi në 20 gjykatës, 1 apo 2 mund të jenë shqiptarë. Dhe kjo përbën një çështje me të cilën ju falenderoj juve që e keni prekur dhe duhet të internacionalizohet, për arsye se është shkelje institucionale dhe politike që nuk u lejohet, se në këtë rast, nëse juve nuk ju lejohet provimi i dhënies së gjyqësorit, që është kulminacioni i punës, e cila hap rrugën për të qenë përmbarues, avokat, notar, gjyqtar, prokuror, dhe gjithë këto ne humbim të drejtë. Atëherë cili është roli i fakultetit drejtësisë, pse duhet të kemi fakultete të drejtësisë? Pra asnjëra nga formë kjo nuk trajtohet. Prandaj bie kundërshtim edhe me të drejtat e Konventës së Kopenhagës dhe kjo krijon fatkeqësisht përjashtime sistematike të juristëve shqiptarë nga gjyqësori, ndikon drejt për drejt në përfaqësimin etik, jo të drejt në gjykata dhe në prokurori. Dëmton besimin e qytetarëve shqiptarë në drejtësinë shtetërore dhe po ashtu përbën akoma një problem bazë me të cilën edhe proceset gjyqësore më tutje, ja për shembull kemi në gjykatën e Tetovës dhe gjykatën e Gostivarit, kur gjithë trupi gjykues janë shqiptar, duke filluar nga daktilografia, gjyqtarët poror dhe kështu me radhë, mirë për proces verbali dhe seancat udhëtice në gjuhën maqedone. A ligji e parasheh të gjitha seancat që zhvillohen në gjuhën e 20%, detyrimisht të përkthehet dhe gjuhën maqedone dhe e kundërta. Pra, në aspektin procedural, palët dhe gjyqtarët kanë të drejtë të mbajnë edhe seancat e tyre gjyqësore. Por fatkeqësia është se këtu edhe ministrat drejtësisë paraprak që kanë qenë, nuk i kanë kryer punën e tyre dhe është një pasojë me të cilën duhet zgjidhje të ketë. Ju tha që edhe ministrat që kanë qenë më parë të drejtësisë nuk e kanë kryer punën e tyre. Sot ne kishim reagimin e një ministri, Krenar Dhoka, në mos gaboj, ish ministri i drejtësisë, që thoshte që faji për këtë që po ndodh tani është i VMRO-s edhe i Vlenit. Tani në këtë rast nuk është të kërkohet shkaqet e fajësisë apo fajtorëve, mirë po është se Ministrinë e Drejtësisë gjithmonë ka qenë udhëhequr nga shqiptarët dhe nga ai ju që e përmendet. Mirë po këtu është problemi se edhe sjellja e ligjit të gjuhëve, kur është sjell në mënyrë të kufizuar. Dhe më vonë, ligjet tjera, në këtë rast ligji për përdorimin e gjuhës në sistemin e drejtësisë, është dashur që gjitha ligjet të jenë uniforme dhe detyruese për ligjet tjera. Tani ka zbrastira juridike me cilën shteti thotë se nuk e parasheh sistemi gjyqësor ose kundërta. Përse përket dhënies së provimeve, detyrimisht ai lejohet në gjuhën e 20% të cilët e flasin një komp i caktuar, në të rast që jemi shqiptarë. Pra nuk ka arsye tim, unë kam shumë vërejtje për gjithë ministrat shqiptarë që kanë qenë, për arsye se ata asnjëherë nuk i kanë ndryshuar këto komisionet ku zbatohet gjuha shqipe, ata asnjëherë nuk i kanë ndryshuar komisionet e dhënies së provimit të jurisprudencës, komisionet për dhënien e përmbaruesve, komisionet për dhënien e notariatit ose certifikues të kontratave, që gjithmonë i mban pala maqedonase dhe shqiptarët në ato komisione ku kanë qenë pa të drejtë votë ose të mbivotuar. Pra thjesht është fajësia edhe e gjithë juristëve dhe e jona në përgjithësi, për arsye se e drejtat ose të takojnë ose nuk të takojnë. Mirë po labirinthet juridiko gjyqësore dhe procedurale i kufizojnë të drejta dhe i demoralizojnë studiuesit e rinj, dhe nëse marrim ne 5 vitet e fundit do të shohim që një numër shumë i ulët i qytetarëve shqiptar, i juristëve shqiptar që mund ta japin këtë provim. Prandaj situata është jashtëzakonisht alarmante, ne i përkrajmë studentët dhe gjithmonë mund t'i themi dhe me fakte dhe me prova për çdo ministër se çfarë shkeljesh kanë bërë dhe çfarë nuk kanë bërë për të mbrojtur të interesin e gjuhësisë edhe në aspektin e sistemit të drejtësisë. Ja për shembull gjuha po ashtu pse lejohet të flitet dhe të shprehet edhe në seancat gjyqësore, fatkeqësisht në përgjithësi gjykatat e Maqedonisë, gjuha shqipe trajtohet sikur në Kinë. Një qytetar i Maqedonisë vras një vrasje në Kinë, atij detyrohet gjuha e përkthimit. Po tjetër është gjuhë përkthimi dhe tjetër ta gëzoni që gjuhën anëtare, aty ku jeni autokton, dhe ajo e drejtë
i përfshin edhe si taksa pagues ju takon dhe meriton në përgjithësi. Profesor, ju i keni mbështetur jo vetëm studentët në këtë rast, edhe çdo njeri që ka ngritur zërin për të drejtat e shqiptarëve atje, pa pasur frikë, pa asnjë dyshim, gjithmonë e keni ngritur zërin, por për këtë rast, a ka frym përtej rezistencë që kjo çështje pra të fitohet e drejta ashtu siç është? E drejta ekziston në aspektin kushtetues dhe ligjor. Ne flasim për formën dhe mënyrën e nacionalizmit institucional që ligjvënësi në këtë rast nuk lejon dhe nuk ka vullnet për të zbatuar ligjshmërinë dhe kushtetueshmërinë. Por nga ana tjetër unë i drejtohem edhe VMR-s aktuale, që është jashtëzakonisht nacionaliste, por edhe gjithë institucioneve, sepse nëse ne pretendojmë dhe marrim të mirat materiale nga Bashkimi Evropian, dhe nga ana tjetër sillemi me veprime moniste, atëherë duhet të reagojë viktima. Dhe në këtë rast ne jemi viktimë, sepse është thjesht edhe një përbuzje e punës tonë të fakulteteve të drejtësisë, dhe prandaj bjem kundërshtim me disa parime dhe rrethana. Prandaj edhe publikisht i parashtroj pyetje dhe vetë shtetit, por e gjithë neve që merremi me këtë materie. Pse një shtet që pretendon integrim evropian friksohet nga një provim i gjyqësorit në gjuhën shqipe? Pra nuk ka përgjigje. Apo ndërtojmë një gjyqësor profesionist, apo gjyqësor etnikisht të filtruar. Pra këto janë diametralisht procese të kundërta. Nëse ligji garanton përdorimin e shqipes dhe e garanton, pse institucionet zbatojnë atë në mënyrë selektive? Për arsye se drejt për së drejti, kandidati i cili kërkon provimin ta mbajë në gjuhën shqipe, atij as që i lejohet që të mbahet provimi. Çfarë mesazhi u dërgohet juristëve të rinj shqiptar? Të studiojnë drejtësi apo të largohen nga vendi? Pra si do ta justifikojmë institucionet praktike për Bashkimin Evropian, kur ne japim raportet e caktuara për çështjet që kanë të bëjnë drejt për së drejti me këto prova dhe veprime. Prandaj janë procese, sepse edhe në emërimin e gjyqtarëve, edhe në emërimin e prokurorëve, edhe në dhënien e provimit të Akademisë për prokuror dhe gjyqtar, besoni që është 1/19, 1/19, 1/21. Kjo është diametralisht e kundërt, prandaj është një fazë e re me të cilën opinioni shumë pak e ka prek këto problemet, mirë po ajo ka shkaktuar shumë viktima. Tash kemi raste kur noter ose gjyqtar, prokuror vinë nga pjesa maqedonase për të mbuluar territorin shqiptare, dhe kjo bie në kundërshtim me të drejtën elementare të ushtrimit të profesionit dhe çështjeve. Pra të gjitha provimet të cilat shtetërore që i jepen, ato janë në gjuhën maqedone, por e vështira është se nuk lejohet edhe procesi simultan i përkthyer. Më flasim se ka të drejtën e terminologjisë, sepse terminologjia juridike është gjuhë në vetë dhe gjuha shqipe është shumë e pasur. Dhe kur bëhet interpretimi i saj, se kur flitet në gjuhën maqedonase, e ka shumë vështirë studentët të shprehin ato njohuri. Ose do të themi që nuk ka, pse të ketë fakultet gjuhë shqipe, qose një jurist nuk mund të jap provimin e gjyqësorit apo të jurisprudencës. Profesor, për gjitha pyetjet që ju ngritet pak më lart, deri tani nuk është se ka pas një reagim nga qeveria për këtë çështje. Po nuk ka pas reagime nga qeveria për arsye se pjesëtarët shqiptar në përgjitha ministrit që janë pjesëmarrës në për institucione e përfundojnë rolin e tyre vetëm në aspektin politik për të kapur dhe zëvendësuar numre, dhe ana tjetër nuk i shohin padrejtësitë institucionale që janë të trashëguara nga komunizmi dhe vazhdojnë të jenë akoma më të egra se në të kaluarën. Unë një ndër ato viktima që jam edhe unë në vitin 2000 kam dhënë provimin e gjyqësorit në Republikën e Maqedonisë. Besoni kam qenë ndër të parët, prej 1200 që u futën 200-300 student për ta dhënë atë provim, dhe kemi qenë një numër shumë i vogël i shqiptarëve. Unë nuk arrita që të bëhem gjyqtar ose prokuror, për arsye se nuk ishin subjektet politike të interesuara për të çështje, dhe pasi që e ndryshuan, pasi u bë një kuadër që dhanë provimin e gjyqësorët ishin në numra, ato e sollën shkollën e re e akademive. Dhe shkollën e re të akademive ati nuk ka asnjë përbërje të cilët janë më kualitativ ose më cilësor. Dhe nga ana tjetër nëpërmjet cilësisë dhe kualitetit ato godas. Nuk ka cilësi dhe kualitet.
O i ka pikët, ka diplom, ka kritere, ka notën mesatare, tu mbaron gjithë shka, se për cilësinë edhe kualitetin i jep diploma, nuk i jep vëmëroja dhe institucionet Maqedonës. Dhe këtu neve duhet të mbrohemi në aspektin e dignitetit kombëtar, se thua se gjoja si shqiptarët nuk kanë kuadrë dhe këtu shpesher e iriton gjendjen faktike. U ju garantoj se gjithë studentët tanë që dalin jashtë, gjithë janë me vendet të merituara, kemi ne prokuror në Gjermani, kemi gjyqtar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kemi inspektor nga mbarimi me fakultetet e kriminalistikës e kështu me radhë, dhe nga ana tjetër këto aftësi nuk i njeh shteti dhe institucioni Maqedonës. Unë alarmoj dhe apeloj të gjitha subjektet të jemi një zë dhe kjo fazë e ditë të drejtave të shqiptarë. Pra këtu bëhet fjalë për profesionalizëm dhe ekspert të lëmis të cilët duhet të dinë kush janë ata të ndihmohen dhe vetëm atëherë nëpërmjet këtyre kuadrave ne do të arrijmë që të barazojmë të drejtat tona. Në të kundërtën deri tash të drejtat e shqiptarëve janë kërkuar jo nga juristët, por thjesht nga politikanët dhe politikanët të cilët nuk kanë mundur që të drejtat politike ti materializojnë në aspektin juridik. A fatkeqësisht institucionet maqedonase i arrijnë të drejtat politike dhe të njëjtat i institucionalizojnë dhe u akufizojnë të drejtat e shqiptarëve në përgjithësi. Kjo është vetëm një indikacion, po është një metastas e padrejtësive kombëtare shqiptare dhe nëse edhe këtë e godasin dhe nuk lejohet dhe nuk e kanë lejuar deri tash dhe nga ana tjetër edhe ndryshimet në arsimin e lartë që po e bëjnë për të godit fakultetet shqiptare, fatkeqësisht shqiptarët do duhet të mendojnë një qasje tjetër të administrimit ose një marrëveshje të re të orë. Profesor, me këtë të fundit se kisha ndërmend bëja edhe një pyetje të përgjithshme, po me ndryshimet e arsimit lartë edhe një marrëveshje tjetër të orit, ju më hapet një kapitull sikur nga fillimi tani për një çështje që nuk mund ta mbyll këtu. Ju lutem jepni edhe një koment për këtë. Pra, çfarë përfshin ndryshimet tek ligji i arsimit lartë që mund të prekin edhe më shumë? Po ndryshimi i arsimit lartë, pra nëse merret për bazë çështja sepse aktualisht shqiptarët administrojnë me 3 universitete, me kuadro jashtëzakonisht të larta të fuqishme, duke filluar nga gjitha programet studimore, dhe nga ana tjetër tani sikur kjo qeveri, po edhe politika shtetënore, gjithmonë është e interesuar që të minimizojë të drejtat shkencore dhe universitare. Unë ja marr vetëm një rast për shembull, për të dëshmuar këtë që bën shteti. Ja rastin e kemi për vitin 2001, për vitin 2002 dhe për vitin 2003. Bazë buxhetit për avancimet shkencore të studiuesve, për universitetet maqedonase lëshohen miliona euro, ndërsa për universitetet shqiptare 0 denar. Të mund të argumentojmë me fakte të sakta, dhe kjo do të thotë që e para bëhet kufizimi në aspektin financiar dhe në aspektin e buxheteve, për të mos pasur avancimet shkencore, qoftë nëpërmjet konferencave, gradimit të studiuesve të rinj, dhe nga ana tjetër, po ashtu nuk lejohet që të kemi doktoraturë ose shkollat e doktoraturës që kanë bërë një proces tjetër me të cilën po të jeni në vendin e rangum keni drejt, dhe vendi 4 nuk ka të drejt. Po ashtu është çështja e indeksit ose indeksi që një ndryshe, aty kur kërkohet mbi 17 pikë që nuk kupton shumë punime shkencore, duhet të citohet vetë autori. Dhe nga ana tjetër në nenin 61 të projekt ligjit insistohet që të gjithë Maqedonia të ketë një universitet publik dhe fakultetet ose programet tjera të jenë dek të saj dhe ka shumë paqartësi. Po ashtu është nivelin e përzgjedhjes kandidatëve, po ashtu është mënyra e standardizimit, sepse nuk mund të themi ne rangimet të kemi, kur rangimi në gjuhën shqipe po ashtu nuk njihet. Dhe kjo na bën që ne të jemi një pjesë më e ulët për sa i përket rangimit qoftë në nivelin e brendshëm edhe qoftë në nivelin e jashtë. Ne i kemi përgatitur edhe si fakultete dhe vërejtje tona që janë, do të jenë mbi 24 nene të cilat do t'i kundërshtojmë edhe do t'i plotësojmë me sugjerimet e reja. Mirë po, edhe ky ligj, edhe ligjet e kaluara, gjithmonë universitetet shqiptare kanë qenë të minimizuara ose të bllokuara nga ana financiare dhe më tepër u kanë dhënë hapësirë që vetëm shkencë mos bën, gjithçka të ndodh për shkencë jo. Prandaj them se duke i goditur balancuesin, duke i goditur universitetet, duke i goditur ndryshimet ekonomike, borxhin publik dhe gjitha këto çështje tjera, shpërndarjet e të mirave materiale dhe financiare dhe
po ashtu dhe parullat që aktualisht më me pam edhe një parull që ishte në gjuhën maqedonase në komunën e të Arcës, vdekje për shqiptarët, herës parsere gjitha këto indikacionet na janë ta vëmë në vëmendje ne se cilat janë shkaqet që këta duan të administrojnë shtetin e përbashkët apo kanë anime tjera, dhe nëse kanë anime tjera ato duhet të jenë korrekt me ne, sepse ne mbi 3 decenije e kemi pritur që të ndryshojnë emri me Greqinë, jemi bashkëpunuar skajshmërisht në kurrizin e të drejtave tonë, vetëm. Por fatkeqësia është këtu se vetë institucionet e shteti nuk është interesuar për të adëruar në BE. Dhe prandaj janë faktorës të cilët ne detyrimisht duhet të kemi një qasje të re, jo se duam ne, por jemi detyruar për të mbrojtur shpopullimin dhe për të mbrojtur padrejtësitë institucionale që aktualisht kjo qeveri ka vullnetin e keq si ligjvënës ndaj kombit shqiptar dhe nuk janë mirënjohës. Profesor, lutem kam edhe diçka të fundit në aspekt më makro për ta parë nisjen e këtij viti. Është lajm i keq për shqiptarët në Maqedoninë e Veriut që Trumpi nuk e ftoi Maqedoninë pra Shkupin në bordin e paqes, pra ndoshta jo më kot dhe indicie që afrimiteti i Mickovskit me Beogradin mundet që ta ketë sjell të vendim. Është një nga indiciet e para, por është shumë e bazuar dhe argumentuar për arsye se ndryshimi i kahjes jo europiane për shkaqe të caktuara, sepse nga momenti që ju pretendoni të aderoni në Bashkimin Evropian dhe të njëjtës i jepni kushte apo standarde që ju i diktoni, kjo do të kupton që ju nuk e keni vullnetin pozitiv. Mirë po, shpeshherë këtu në Maqedoni flitet edhe për botën serbe. Unë apeloj edhe te maqedonasit, sepse nëse Maqedonia është e rrezikuar nga bota serbe, sepse ato drejt për së drejti e kanë në sovranitetin e vet Maqedoninë në mënyrë të heshtur. Prandaj vetëm nëpërmjet nesh ata mund të ndihmohen dhe të ruhet dhe mbrohet sovraniteti dhe funksionaliteti i Maqedonisë. Për këto nxitje që po ndodhin aktualisht, unë nuk besoj që janë mirë të studiuara, por janë të mirë strukturuara nga slavët që drejt për së drejti për të defokusuar gjendje faktike është goditja ndaj shqiptarëve dhe kufizimi i të drejtave të tyre kolektive, dhe nga ana tjetër po ashtu, ndërlidhet me pyetjen tuaj shumë të qelluar që parashtruat, bëhet fjalë edhe me raportin e fundit të Bashkimit Evropian që u dha për MV, një ka qenë një ndër raportet më kundërshtuese dhe shumë domethënëse për sa i përket mungesës së disponimit për të adëruar në Bashkimin Evropian. Po ashtu Bashkimi Evropian shpresoj që e ka lexuar drejt dhe mirë çështjen slave në Ballkan, dhe besoj që ajo duhet të ofrojë një zgjidhje për sa i përket jo për të mbrojtur shtetin e Maqedonisë, po për të mbrojtur qytetarët e saj, që në këtë rast të gjetet në një formë, siç u gjet për shembull Slovenia me Kroacinë, që kontestet e caktuara mos të dëmtojnë qytetarët për të gjetur një formë tjetër. Edhe ajo është propozimi aktualisht që duhet që mos i jepet e drejta e votës së aderimit të Maqedonisë, dhe kjo na bën pak më shpresë, sepse në të kundërtën Maqedonia dal nga dal po vllabërohet nga armiqtë e saj, mirë po fatkeqësia është se armiqësinë e kërkon të shqiptarët dhe këtu e ka rrugën e humbur. Këtu është ajo çështja me të cilën ne duhet aktualisht të punojmë difish dhe të mbrojmë ato të drejtat tona dhe më zbojmë kompromise. Fatkeqësisht të gjitha subjektet që kanë pasur, që kanë qenë pozitë opozit, asnjëherë kur marrin timonin e pushtetit janë shumë tolerantë. Dhe kjo pasojat e tolerancës së subjekteve politike shqiptare. Profesor, unë të falenderoj shumë për gjuhën e drejt për drejt edhe në emër të publikut, sepse edhe në gjitha bisedat që ne kemi zhvilluar, komentet si rrallë herë për ju dhe për analizën tuaj janë 100% pozitive në mbështetje të fjalës suaj për të vërtetat që ju i keni thënë në gjitha bisedat tona troç për realitetin e shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut. Profesor, të falenderoj shumë. Faleminderit dhe ne jemi jashtëzakonisht mirënjohës për ju dhe punën tuaj. Shpresojmë të takohemi në situata më të mira, po ashtu uroj dhe Shqipërisë që të jetë sa më afër Bashkimit Evropian, po ashtu dhe ndryshimeve pozitive që duam të ndëgjojmë nga shteti i An. Faleminderit shumë, profesor.